Përshëndetje të nderuar miqtë e mi, ja ku po ritakohemi sërish me mua Tyrona Lilin në kanalin ton të rrëfimeve të jetës, duke ardhur sot me rrëfimin e radhës. Sot do të vim me një rrëfim që në fakt është tronditës. Rrëfimi një vajzë së re, e cila në moshë të re ka humbur nënën e saj dhe ka përjetuar një dramë të cilën nuk e imagjinonte. Nuk e ka menduar kur se dita që duhej të ishte më e lumtur e jetës sime, do të kthehej në ditën ku gjithë bota ime do të rrëzohej. Dita e fejesës. Dita që ëndrova që fëmijë. Dita kur krejt të vërtetat e fshehura për 22 vite do të shpërthenin si një bombë duke më lënë pa frym edhe pa zë, dhe pothuajse pa jetë. U rita në një godinë të vjetër, mes një lagje të varfër, ku çdo mëngjes më zgjonte era e supës së thjesht që përgatiste komshia ime. Liria, një grua që unë e quaja nën, por që tani e kuptoj kur nuk ka qenë. Ajo më rriti me duart shumë të lodhura, me gjumë të pakët, me sakrifica që sot më duken të pabesueshme. Ishte e butë, e qetë, por sytë e saj gjithmonë kishin një trishtim që unë nuk e kuptoja. Sa herë që e pyesja, mami, ku është babi? Po mami im tjetër, ku është? Ajo dridhej, shikonte diku larg edhe më përqafonte shumë fort. Sikur të mos donte të më lëshonte. Do ta dish kur të vi koha, më thonte gjithmonë. Dhe unë rritesha me këtë pyetje të ngrirë në zemër. Sa më shumë rritesha, aq më shumë shikoja sjelljet e çuditshme të Lirisë. Sa herë afroheshin festa, datëlindje, ose kur më vinte dikush në shtëpi, ajo shqetësohej shumë. Ndonjëherë qante natën kur mendonte se flija. Një ditë e pash duke mbajtur në dorë një letër të vjetër të njollosur, që e mbështolli shpejt sapo e kapa në befasi. Syt ishin skuqur. Çfarë është ajo, e pyeta? Asgjë, më tha Bi, janë gjëra që nuk kanë më rëndësi. Por unë nuk e dija se ajo letër mbante të gjithë të vërtetën e jetës time. Ishte 25 vjeç kur unë e njoha Arditin, djalin që mua ma ndryshoi jetën. Ai më tregoi një lloj dashurie që unë nuk e kisha njohur kurrë, të pastër, të sigurt edhe të qetë. Për herë të parë mendova, ja pra, ndoshta kjo është arsyeja pse kam vuajtur aq shumë, sepse Zoti më ruante për një dashuri të vërtetë. Ai më kërkoi fejesën. Unë e pranova me zemrën që më rihte fort nga lumturia. Nuk e dija se brenda disa ditësh po më afroheshin orët e mia më të errta. Shtëpia ime e vogël, e varfër ishte e mbushur me shumë njerëz, muzikë, lule, zhurma, gëzimi. Por unë e ndjeja që diçka nuk shkonte. Liria ecte shumë nervoze. E lodhur, syt i kishin humbur në dritjen e zakonshme. Kur Arditi erdhi me familjen e tij, një heshtje ftohtëra papritur. Njerëzit shikonin njëri tjetrin sikur diçka dinin, por nuk guxonin që ta thoshin. Pastaj erdhi momenti kur të dy familjet duhej që të prezantoheshin. Babai i Arditit, një burr rreth të 50-tave, më shikoi gjatë, shumë gjatë, sikur po kërkonte diçka në fytyrën time. Edhe në një moment ai zbehet krejtësisht. Si e ke emrin? Më pyeti me një zë që ju drodh. Edhe unë i thash Hajshe. Ai bëri 2 hapa mbrapa, duart i dridheshin. Jo, kjo nuk është e mundur, tha. Liria u ngrit në këmbë si e goditur nga rofeja. Të lutem mos. Jo sot. Të gjithë u kthyen nga ajo. Unë nuk po kuptoja asnjë gjë. Ardi më mori dorën, babi çfarë po ndodh? Dhe ai me një zë që më ngriu gjakun tha, Ajshe,
Unë e kam njohur nënën tënde shumë vite më parë, para se ajo të ndronte jetë. Ti nuk duhej të riteshe këtu, ta kanë mbajtur të fshehur. Familjarët shpërthyen në zëra, pyetje ulërima, unë e pash Lirinë ajo qante si fëmijë. Ti nuk je vajza ime, më tha me slotësh, por unë të rita si të ishe gjaku im. Të mora kur askush nuk të donte, të mora sepse e kam humbur vajzën time dhe nuk duroja dot një fëmijë tjetër të përfundonte në jetimoren. Dhe pastaj më dha atë letrën e vjetër. Duart më dridheshin. E hapa ngadalë dhe aty lexova një të vërtetë që më preu frymën. Ishte certifikata ime e lindjes, por tek emri i nënës shkruante një emër tjetër, dhe tek babai një emër i cenzuruar me një vit të zezë. Në fund të faqes një shënim me dorë. Fëmia nuk duhet të di kur kush është babai i saj i vërtet. Për disa sekonda bota u bë shumë errët, nuk dëgjoja muzikë, asnjëherë as zëra. Arditi më shikonte i tmeruar, babai i tij dridhej, nëna e tij po qante. Pastaj i tha fjalin që më vrau shpirtin. Nuk mund të vazhdojnë fejesën pa e ditur kush është babai i saj. Mund të ketë lidhje gjaku, mund të jetë... Ai nuk e përfundoi fjalin. Të gjithë syt u kthyen nga unë. Sigur të isha unë fajtorja e një krimit që nuk e dija. Arditi uli kokën dhe unë e kuptova qysh në moment që fejesa ime kishte mbaruar. Pak minuta më vonë njerëzit u shpërndan. Fejesa ime u shpërbë para se të niste. Unë ula në mes të dhomës me fustanin të bardhë të dëshiruar dhe qava si kur më parë. Liria ra në gjunjë para meje. Faleminderit që më le të jem nën, edhe pse nuk e meritoja. Por pastaj unë Liris ju luta shumë. Më thuaj të paktën një gjë. Kush ishte baba im? Ajo mbylli syt, lotë që i binin pandalur edhe më tha, nuk mund ta them, sepse e vërteta mund të të shkatroj edhe më shumë. Dhe kështu unë mbeta një vajzë që e humbi familjen e saj 2 herë në të njëjtën ditë. Dhe historia ime ende sot e kësaj dite nuk ka përfunduar. Kjo është historia e Aishes, e cila përzgjodhi që ta ndan me ne. Unë uroj me zemër që Aishja të jetë e qetë. Më vjen shumë keq që prindërit kanë lënë me këtë dhimbjen dhe uroj që nën Liria, nëna jote, që të ka rritur dhe është kujdesur për ti, të bindet dhe ta thotë vërtetën. Më mirë një e vërtet e hidhur, se sa një dhimbje pafund.